Një ndër gabimet më të shpeshta që do ta përmendja dhe që e vëmë re shpesh në këtë periudhë është drejtimi ose kërkimi për të gjetur zgjidhje për sëmundjet e lëkurës në persona jo të certifikuar dhe jo të arsimuar, në prodhimin e kremrave në mënyrë artizanale në shtëpi, po nga njëherë edhe nga persona që me të vërtet janë të licencuar për të prodhuar kremra ose medikamente, po që në mënyrë jashtëzakonisht të gabuar, dëmtojnë njerëzit duke përdorur kremrat jo në vendin dhe në patologjinë e duhur. Më vjen shumë keq që e kam konstatuar dhe që vëre këtë, por unë kam pacient edhe me melanom, të keq trajtuar nga mjekët popullor, që në fakt janë me emër në Shqipëri, por ajo është çështje ligjore e pacientëve dhe e personave që kanë shkaktuar këtë dëm, dhe për më keq që pacienti fillimisht është drejtuar tek mua, rasti për cilin po flas, unë e kam dhënë diagnozën, e kam referuar për në onkologjik, prindi nga ndoshta pak nga mosdia, po edhe duke mos dashur për ta besuar, sepse pacienti ishte vajze moshës së re, është drejtuar tek mjekët popullor. Dhe ka marrë medikamente, është keq trajtuar dhe vetëm kur e ka parë veten në rënd dhe është drejtuar në spitalet jashtë vendit, dhe është bindur për diagnozën që unë ja kisha thënë që një vit përpara, atëherë ka ardhur dhe më ka falendëruar, por edhe kërkuar falje njëkohësisht.